Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka zhvilluar një takim me drejtuesit e strukturave vendore të policisë në Shkodër dhe Lezhë, ku ka prezantuar objektivat kryesorë të punës dhe ka kërkuar masa të menjëhershme për forcimin e rendit dhe sigurisë. Gjatë takimit, Hita theksoi nevojën për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, duke kërkuar identifikimin dhe vënien parapërgjegjësive të financuesve, organizatorëve dhe trafikantëve. Ajo shpreh se është e papranueshme që këto qarqe të përballen çdo vit me të njëjtën situatë edhe kërkoi analizë të thelluar të rasteve dhe informacion në dispozicion për të parandaluar përsëritjen e fenomenit. Në fokus të diskutimeve ishte gjithashtu goditja e armbajtjes pa leje, rritja e kontrolleve për kapjen e personave të armatosur në ambientet publike apo në lëvizje me automjete, si dhe kapja e personave në kërkim dhe zbardhjet e ngjarjeve kriminale. Drejtori i përgjithshëm kërkoi gjithashtu intensifikimin e kontrolleve ndaj ndërtimeve pa leje, lojrave të fatit dhe aktiviteteve të paligjshme, përfshirë edhe call centerat. Ai nënvizoi rëndësinë e reagimit të shpejtë dhe profesional ndaj çdo shqetësimi të qytetarëve, duke garantuar një shërbim etik dhe në përputhje me ligjin. Një tjetër fokus i rëndësishëm është rritja e sigurisë në shkolla, përmirësimi i sigurisë rrugore dhe mbrojtja e pronës. Në përfundim, Hita paralajmëroi se nuk do të tolerohet asnjë shkelje e ligjit dhe çdo punonjës policie që abuzon me detyrën apo bashkëpunon me paligjshmërinë do të përballet me masa të rrepta, duke sjellë në vëmendje precedentët e mëparshëm si rasti i Komisariatit të Policisë në Peqin.